Dhe jemi rikthyer kështu në studio për të vazhduar edhe me një linje të drejtë për drejtë nga qyteti i Kumanovës, ashtu siç e kam paralajmëruar edhe në fillim të programit që do kemi një linje me kolegun ton Fatlu Maqifi, i cili do zhvillojë një bisedë me kryetarin e ODS Zejtareve të Maqedonisë së Veriut, Agron Fazli, i cili do flet për zejtarët, për interesimin e tyre për të kyçur në këtë fushë dhe sigurisht edhe për aktivitetet e shumta e mesjerash, edhe për krizën ekonomike në vend, se si po reflekton kjo edhe të zejtarët. Besoj që tani më e kemi në një linje të drejtë për drejtë gati për të na përgjigjur dhe për të vazhduar edhe këtë bisedë me zoti Agron Fazliu. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi Fatlum. Përshëndetje të nderuar shikuese, përshëndetje të nderuar për ju kolegë në studio. Atëherë siç paralajmëruat edhe ju, po paraqitemi kështu nga qyteti i Kumanovës. Jemi këtu në zyrat e ODS Zejtareve të Republikës së Maqedonisë, më konkretisht në Kumanov, në odën rajonale të Kumanovës. Jemi këtu për të zhvilluar një bisedë me kryetarin e kësaj ode, zotrin Agron Fazliun, të cilin e falenderojmë që ju përgjigje pozitivisht ftesës sonë. Jemi këtu prapë që të zhvillojmë një bisedë informative në lidhje me të rejat e fundit nga kjo ode, se si po zhvillohet kjo ode, por njëkohësisht të dëgjojmë edhe nga kreu i zejtareve se si po mbjetojnë zejtarët në këtë kohë krize. Zotë Agron, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë mysafiri. Faleminderit edhe nga ju. Mirë se keni ardhur tek oda jonë. Shpresoj se do të zhvillohet një bisedë e bukur dhe informative për opinionin edhe për shikuesit e televizionit tuaj. Gjithashtu shpresoj se apelet që do t'i tregojmë ndaj institucioneve të vendit do të hasin në mirëkuptim dhe do të kemi një informim më të gjerë për situatën rreth zejtarisë në vendin tonë. Zotri Agron, pa humbur kohë, fillimisht kisha dashur na tregoni se cilët janë të rejat e fundit, zhvillimet e fundit si që keni ndërmarrur në vendin tonë, në nivel republikan, po qoftë edhe në nivel rajonal. Ishte një panajir i paralajmëruar dhe aty ne si ode mbështetëm panajirin për kozmetik, ku kishte interes mjaft madh dhe në vazhdim ne si ode do të formojmë seksione të posaçme, jo vetëm për kozmetik, por edhe për parukëri, sidomos edhe për gjitha lëmit që ne përfshim ose ndërmarrjet që janë në regjistrin tonë, dhe do të formojmë seksione me qëllim që të zhvillohen sa më mirë dhe të kemi sa më të qartë situatën në gjitha këto veprimtari që ne i përfaqësojmë për momentin. Është koha që ministrit përkatëse dhe sigurisht edhe qeveria të kenë parasysh se ndërmarrjet e vogla janë ato ekonomia, shtylla e ekonomisë së vendit tonë dhe pa marrë parasysh se çfarë krize në arrin, ne duhet të kemi dialog me qeverinë, me ministrit përkatëse, me qëllim të mirë të ti subvencionojmë ose ti mbajmë të gjallë në treg, sepse për momentin kemi krizat të vazhdueshme, nga pandemia, krizat e këndej janë të vazhdueshme. Do të kthehemi, Agron. Kur jemi të aktivitetet, gjatë muajit mars kishim aktivitet edhe në qytetin e Kumanovës për herë të parë, me rastin e festës së 8 marsit. Sa pati interesim nga ana e veprimtarive të ndryshme zejtareske për atë aktivitet tuaj? Sa jeni të kënaqur me pjesëmarrjen? Ishte shumë pozitive, edhe vetë ju si medium patët qasje, ishte pozitive dhe për herë të parë u mbajt ki panajir që shpresoj do të jetë tradit në vendin në qytetin e Kumanovës, sepse zejtarët për herë të parë u ekspozuan me produktet e veta dhe ishin shumë të kënaqur nga shitja e produkteve të veta. Andaj me bashkëpunim me pushtetin lokal, sigurisht edhe në bashkëpunim me kryetarin e komunës, ne kemi marrë iniciativë që çdo vit të ketë panajire të vazhdueshme, me qëllim që të zhvillohet zejtaria dhe të kenë mundësi
zejtarë të paraqesin produktet e tyre në vendet të hapura dhe të kenë sa më shumë qasje tek klienti ose tek popullata në vendin tonë. Po sigurisht edhe atraktivitet është, sepse është një eveniment sjell gjallëri në qytet dhe interesimi ishte shumë i madh. Sigurisht se për të zhvilluar këso lloj panaire nevojiten edhe kushte. Kushtet pra ishin sadokudo ishin mjaft të shkëlqyera të mira sepse i ofrua të zejtarëve, veprimtarëve ato shtëpizat e bukura, të cilët edhe e zbukuruan qytetin, por edhe i ofruan kushte më të mira dhe më dinjitoze të themi, se herëve të tjera kur shihshim ato tezga të ndryshme të vjetruara, tash kishim më veç disa shtëpiza të bukura dhe e zbukuruan me një fjalë qytetin. Vetëm kemi ndërmarrë hapa konkrete, serioze, sepse zitaria është thashë dhe shtylla e ekonomisë në vendin tonë, dhe ato shtëpiza ne i siguruam tashmë me pushtetin lokal. Paraprakisht në vitin që kalum ishte edhe panairi më i gjatë në vendin tonë, dikun 30 ditë me ato shtëpiza, ku ishin donacion. Tash për herë të parë qyteti na ndihmoi ti subvencionojmë ose ti paguaj ato shtëpizat të bukura dhe sigurisht ti ken zejtarët e duhur, mos të ken shitje të produkteve të ndryshme që gjenden nëpër dyqane të ndryshme, po të ken produkte autoktone dhe produkte të prodhuara nga vetë zejtarët, dhe sigurisht se zejtarët janë të kënaqur dhe po kërkojnë vazhdimisht që të mbahen kësi lloj panaira në qytetin tonë. Si po funksionon, mos të fokusohemi vetëm në Kumanov, në tjera qytete si po funksionon oda zejtarëve? Oda zejtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut i ka 14 oda regionale dhe sigurisht se gjitha odat funksionojnë në mënyrë të pavarur të vetën, por oda nacionale është ajo që i dirigjon kushtet ose e bën politikën në nivel nacional dhe atë ndërkombëtar. Oda nacionale për momentin është e aktivizuar shumë dhe shpresojmë që në të ardhmen do të jemi edhe më aktiv, sepse ka kërkesë nga odat e zejtarëve dhe kemi deficit të zejtarive në vendin tonë dhe për atë arsye ne do të jemi shumë të angazhuar në bashkëpunim me qeverinë, me autoritetet nacionale edhe ato lokale, që t'i përmirësojmë kushtet edhe gjendjen ekonomike tek këto veprimtari. Kur jemi të gjendja ekonomike, lirisht mund të themi se ka 10 ditë që falë zhvillimeve të fundit në lindjen e afërt kanë ndikuar jo vetëm në botë, në rajon, por edhe tek vendi jonë. Nuk mundemi të na shkalojmë. Sidomos se sigurisht se çmimi i naftës, rritja e çmimit të naftës ndikon shumë në zhvillimin e ekonomisë. Sepse prek të gjitha çmimet e veprimtarive të ndryshme, zejtareske, e biznesore, të gjitha poret e jetës. Si po mund t'ja dalin zejtarët në këto krize tash 10 ditë që po shkon, megjithse ende nuk është ndonjë krizë e thellë, por nëse vazhdohet kështu mundet edhe të thellohet. Si po vijon puna e zejtarëve, si po ndikohet kjo krizë edhe në punën e tyre? Padyshim se çdo krizë ndikon në çdo punë. Kriza për momentin është e përqendruar në çmimet e derivateve të naftës, po ndikon në transport. Rast se ndikon në transport, ndikon edhe tek gjitha veprimtarit ose gjitha ato veprimtari zejtareske që kanë nevojë të transportojnë materiale ose repromateriale nga vetët e huaja, që ndikon. Edhe për veprimtarit shërbyse është ndikim shumë i madh, sepse për një moment është ngritur çmimi i derivateve të naftës diku 50%, dhe për atë arsye është ndikim jo i vogël tek këto veprimtari. Ne si OT kemi kërkuar dhe po e presim qeverinë të marrin masa, sigurisht se në rast se nuk thellohet kriza me derivatet të naftës, me rrymën elektrike, shtritimin e rrymës dhe gjitha këto që
ndikojnë direkt tek procesi i prodhimit ose të zhvillimi i ekonomisë mikro edhe ajo e mesme. Ne si zakonisht ju e dini, ne do të kërkojmë masa shtesë tek Ministria e Ekonomisë edhe tek qeveria që të stimulojnë ose të subvencionojnë zejtarinë ose ndërmarrjet veprimtarit që merren me zejtari, dhe besoj që do të kenë impakt të ulin si të them, atë ekonomi që të mbahen në këmbë, sepse krijon vende të punës dhe mos të lejojmë që këto veprimtari të i humbin vendet e punës për shkak krizës momentale. Si odë zejtarëve deri më tani a keni pasur ndonjë ankesë nga zejtarët në lidhje me këto kriza që po zhvillohen? Po sigurisht, ne kemi sigurisht se çdo krizë krijon probleme të caktuara. Ne kemi probleme të vazhdueshme nga ekonomia jo formale, edhe për atë arsye ankesat janë pikërisht aty, por jo vetëm aty, kemi ngritje të çmimeve të materialeve që me çdo kusht ose pa dëshirën e zejtarëve duhet edhe ata të ngritin çmimet, dhe pikërisht aty që ndron problemi se inflacioni do të bëjnë të vetën, dhe besoj se do të kenë parasysh këto kërkesat e tona qeveria, dhe padyshim se ditëve në vijim ne kemi paraqitur vetëm kërkesë për të takuar me institucionet që i përkasin kësaj lëmiejes tonë, dhe do të gjejmë zgjedhjet e duhura. Ne kërkojmë subvencione, rast se vazhdon kriza të thellore. Kur jemi te ekonomia e zezë, sa është prezente ajo, sa po merren masa, a jeni të kënaqur nga organet e shtetit që ta luftojnë ekonominë e zezë, se edhe kjo është një ndër dëmtuesit më të mëdhenj të zejtarëve? Sigurisht se po merr masa, po edhe kemi shpallur edhe kërkesa të caktuara, sepse po kontrollohen vetëm ato ekonomi formale nëpër qytete të mëdha, nuk po kontrollohen ekonomitë jo formale nëpër vendet rurale, dhe sigurisht se kemi kërkuar që pikëpari të kontrollohen ato veprimtari që nuk janë të regjistruara në regjistrin tonë apo në regjistrin qendror, dhe pastaj të kontrollohen ato veprimtari formale që janë, edhe që mos të kemi që të kemi një balans, sepse rase kontrollohen vetëm ekonomitë formale ose zejtaritë formale, atëherë ekonomitë jo formale do të vazhdojnë të funksionojnë dhe do të vazhdojnë të bëjnë konkurrencë jo formale, edhe do të dëmtohet ekonomia e formalizuar në vendin tonë. Andaj bëj apel deri te DAP-i dhe deri te institucionet që i përkasin në kësaj lëmie që të kontrollojnë ekonomitë jo formale që nuk janë të regjistruara, dhe më pastaj të vinë te ekonomitë formale dhe të bëjnë kontrole të caktuara me ligj që i përkasin të drejtat e çka kërkojnë këto ministri apo këto drejtori përkatëse. Zotë Egron, kur jemi tek veprimtaritë e ndryshme, tek krizat, tek problemet, një problem tjetër është edhe dita e diel, ditë jo pune. Kjo sigurisht i dëmton ato veprimtari si parukeritë, restoranet të ndryshme, të cilët zakonisht aktivitetet e tyre i kanë në ditët e vikendit, ditën e diel. Keni luftuar dhe vazhdoni, shpresoj të luftoni që të lirohen këto veprimtari që të punojnë. Deri ku keni arritur me, thajemi kushtimisht, me luftën tuaj për të lejuar këto veprimtari, sepse ato ditë i kanë më së shumti ditë pune? Tash me ardhen e sezonës së verës, ne dim që kemi evenimente, kemi dasme, ahengje, gjitha këto veprimtari, matura, është duke ardhur, dhe pikërisht për këtë ne kemi kërkuar nga institucionet që ligji është në disfavor të zejtarisë ose të ekonomisë tonë, sepse lejon në vendet të caktuara të punohet, për shembull nëpër molle të caktuara ose nëpër
qendra që janë më të mëdha, kurse në për rrugica dhe në për vende ku frekventojnë edhe ku ka nevojë që zejtarët të punojnë ose i kanë veprimtaritë e tyre të regjistruara nuk mundën të punojnë. Për atë arsye ne edhe nga qeveria e mëparshme, po edhe nga kjo qeveri kërkojmë që të lejohet të punohet, sigurisht me duke zbatuar ligjin për punë, dhe mendoj se do të kemi një përgjigje pozitive. Ne jemi duke pritur përgjigjen, koha po kalon, zejtaria dhe në gjitha këto ndërmarrjet po vuaj nga ky ligj dhe sigurisht se duhet qeveria dhe ministritë përkatëse të gjejnë solucion ose të gjejnë një formulë se si do të mund të punojnë këto veprimtari në të diellën, sepse ka shumë veprimtari që lidhen me këto evenimente dhe ekonomia ose përfitimet e këtyre veprimtarive në vend që të jesin këtu në vendin tonë, ato po ikin në për tjera shtete. Vendet fqinje si Serbia, Kosova edhe Shqipëria, po. Zotë Evron, nëse keni diçka për të shtuar, unë kaq kisha për shkak të minutazhës ta respektojmë kohën e caktuar. Nëse kemi lënë diçka në harres, lirisht mund të shprehni mendimin tuaj. Faktikisht edhe rroga minimale që po e kërkon sindikata, ne nuk jemi për rrogë minimale, domethënë nuk jemi kundër rrogës minimale 600 euro apo 700 euro. Po sigurisht se veprimtaritë të vetë punësuarit dhe sektori privat duhet mu respektu, sepse në rast se nuk harmonizohen edhe nuk kemi dialog social për t'i harmonizuar gjitha këto kërkesat, rast se qeveria merr hap që pa e pyetur odot, pa e pyetur punëdhënësit ngritet rroga minimale në këtë nivel, ne do të kërkojmë që të kenë subvencione në kontribute, për arsye se tregu është shumë i vogël dhe ne duhet të rrojmë vendet e punës, të kemë parasysh të balansojmë mes punëdhënësit dhe punëtorit. Absolutisht i përkrahemi punëtorët në kërkesat e tyre, po edhe duhet me pas parasysh se ne jemi punëdhënës dhe vetë punësuar, të kemë parasysh qeveria që edhe ne nuk mundemi t'i arrijmë ato kushte dhe të japim rroga dikun 600 euro, sepse momentalisht jemi edhe në krizë, edhe tregu është shumë i vogël. Domethënë sipas jush të rritet rroga minimale, por pa e dëmtuar punëdhënësin, dhe në rast se rritet rroga do të kemi lëshime, plotësime në kontribute, ndihmë shtesë nga qeveria për t'i mbajtur vendet e tona të punës, sepse nuk janë të pakta, janë dikun 60.000 vende të punës ose zejtari të formalizuara dhe sigurisht se do të ndikojnë edhe tek ata kjo masë ose kjo rrogë në rast se ngritet në këtë nivel. Tash më kthyet edhe këtë pyetje. Sa ka vullnet organet shtetërore, sa kanë vullnet qeveria që të përkrahë këtë iniciativë tuaj që të rritet paga minimale, por që subvencionojnë në një farforme duke ju paguar kontributet. A keni bisedime? Momentalisht jemi duke i zhvilluar bisedimet edhe jemi duke e gjetur mesin e subvencionimeve, por konkretisht nuk mundem të konstatoj kur një farë përgjigje të dur, sepse po e presim qeverinë. Qeveria ka lënë hapësirë që punëdhënësit dhe sindikata të merren vesh vetëm, por pa ndërhyrje në qeverisë nuk mundemi ne si sektor privat ose ne si punëdhënës të i ngritemi rrogat ose të japim rrogë aty dikun të jetë rroga minimale 600 euro, sepse edhe çdo vit kemi me ligj të caktuar që rroga ngritet nga tash u ngrit dikun 1600 denar rroga, dhe për atë arsye
çdo ngritje e rrogës ngritën edhe kontributet dhe në këtë aspekt ne kërkojmë që kontributet të zvoglohen që ne të kemi mundësi të ngritim e rrogat. Dhe unë ju falenderoj dhe njëkohësisht ju uroj spari shëndet dhe suksesin e të ardhmen. Faleminderit, përshëndetje tek studia juaj dhe të gjithë shqiptuesit e radio dhe televizionit me një Veriut. Të nderuar shikues, të nderuar kolegi ju në studio, kjo ishte biseda pra me Agron Fazli, në kryetari i Odës së Zejtarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Shpresoj se keni mbetur të kënaqur dhe të informuar nga kjo bisedë. Kaloj linjën për ju në studio. Po, Fatlum, falimderit shumë nga ana yte, gjithashtu falenderojmë edhe kryetarin Agron Fazliu, i cili dha të gjitha informacionet e detajuara dhe foli në përgjithësi për Odën e Zejtarëve të Maqedonisë së Veriut, e cila vërtet edhe në këtë kohë krize mundohet që të jetë sa më afër zejtarëve dhe të mos lejoj që vërtet mos të humbën këto zanate që duhet i kemi çdo herë, dhe kjo për fat të keq po shkon ditë më shumë në humbje edhe në Qarshinë e Shkupit kjo vrejet, pasi që edhe dje kishim një kronik nga Qarshia e Shkupit me kryetarin e Esnafit.